Përshëndetje profesor, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Keni një karrierë shumë gjatë, Po. shumë të gjatë dhe jeni kudo gjendur në rrjetet sociale, në televizion, kudo. Diçka rreth karrierës tuaj shkurtimisht kuptohet se Së pari dua të uroj gjithë ndjekësit e platformës tuaj, po edhe në tërësi shqiptarët për Bajramin, është një ditë e shenjtë, kështu që gëzuar Kurban Bajrami. Dhe së dyti do e thoja që në një aspekt pune të përditshme ose një marrëdhënie ndërmjet artit, pedagogjisë edhe shoqërisë, unë mendoj që bëj një përpjekje modeste të jem nëpërmjet krimtarisë time, aktivizimit qoftë kulturor, por edhe politik, jem sa më afër problematikave që ka shoqëria dhe patjetër që të lëm një gjurmë në kuptimin më të mirë në të gjithë aspektet kulturore, sociale, shoqërore, por mundësisht edhe politike. Profesor, ekspozita e fundit kopshtet e materjes së padukshme. Cila është kjo materje e padukshme? Po, dua të them që më së fundi është një bashkëpunim me një artiste, Alketa Likaj, që fatmirësisht është edhe bashkëshortja ime, por kjo nuk do të thotë në fakt shumë, se sa akoma më shumë të krimtaria e saj. Ne kemi një dialog përhershëm përse kërket formës dhe mënyrës si duhet të prezantojmë krimtaritë tona. Padyshim që ajo ka shërbyer shumë në gjithë emancipimin tim kulturor dhe anasjelltas, dhe kjo është një ekspozitë e cila ka ardhur si shkak pasojë e dialogut ton, që të sjellim diçka jo vetëm të vërtetë, por diçka që i takon publikut. Në këtë kontekst them që kopshtet e materjes së padukshme jo vetëm që është një titull poetik, por është edhe një titull në fakt që të fut në ato misteret e kujtesës, nostalgjisë apo soditjes që kushdo nga individi apo nga publiku ka në marrëdhënie me natyrën në tërësi, po jo vetëm me natyrën në kuptimin fillestar të fjalës, po edhe me natyrën shpirtërore, me natyrën në kuptimin urban, domethënë fjalës. Dhe materia këtu pastaj fillon dhe bëhet shpeshherë e dukshme, shpeshherë bëhet figurative dhe shpeshherë e padukshme, duke marrë forma abstrakte dhe duke i lënë, si thuaç, publikut një lloj jo vetëm thjesht kënaqësie të soditjes, por dhe që të gjej pikat e referimit sipas eksperiencave të tyre, sipas përvojave të tyre. Dhe është një ekspozitë e cila ti udhton, pra nuk është një ekspozitë statike ku veprat thjesht sjellin një informacion parsor, por është kjo përpjekja e jone të dy artistëve, Alketa Likaj dhe Ardiani Sufi, që të fusin në një situatë, mund themi deri diku psychedelic, të një mendimi domethënë të avancuar shpirtëror. Atëherë, me që jemi tek artistët në çift, ju përmendët pak emancipimin tuaj personal nëpërmjet edhe ndihmës bashkëshortes, artiste sigurisht. Po për edukimin e të rinjve, si e shikon profesori? Është një paralelizëm përsëri, sepse unë jam pedagog i Universitetit të Arteve, kurse Alketa është mësuese në liceun artistik, dhe ky dialog nuk është vetëm në kuptimin shoqëror, familjar edhe kulturor, por është edhe pedagogjik. Dhe patjetër që unë ndjek me shumë kujdes në bisedat që së bashku bëjmë, domethënë zhvillimet, si thuaç, e reja që kanë gjeneratat e reja sot të rit, që unë kam deri diku një taktik jo vetëm thjesht pedagogjike, po dhe një taktik njerëzore, që studentët e mi për mua janë artistë të ri. Domethënë ky është ai dallimi, që nuk janë vetëm statistik në lëndët e mia apo në programin tim që lidhet me pjesën e grafikës lirë dhe dizajnit. Po ne kemi një shkëmbim të një marrëdhënie shoqërore dhe kulturore, dhe unë përpiqem shumë që ata të gjejnë veten e tyre si identitete, pra jo vetëm thjesht marrin një informacion didaktik, po të gjejnë veten e tyre kulturalisht, domethënë nëpërmjet krimtarisë, ideve, propozimeve që kanë e të tjera me radhë. Padyshim që konteksti shoqëror ndikon shumë dhe konteksti politik, për i të vërtetës, ka një lloj paqëndrueshmërie tek të rinjt tanë, sepse gjithmonë e kanë kokën jashtë Shqipërisë në një farë mënyre.
nga që nuk kemi realisht pavarësisht zhvillimeve që janë bërë nga viti në vit, nuk duhet të mohojnë zhvillimet, domethënë, por dua të them që ata akoma nuk po gjejnë një paqe sociale. Paqe sociale që ndihmon shumë pastaj në aspektin kulturor të zhvillimit tyre si artist apo si individ që lidhen me profesionet e tyre, dizajn, regjizor e tjera me radhë. Domethënë, kjo është një vështirësi që ne ndjejmë shumë edhe në shkollë, por gjithsesi ka shumë talente të cilët ne përpiqemi t'i zhvillojmë, domethënë kreativitetin e tyre dhe padyshim edhe vazhdimësia e jonë shumë e rëndësishme nëpërmjet të ekspozitave brenda dhe jashtë shkollës, aktiviteteve brenda dhe jashtë shkollës, workshopeve brenda dhe jashtë shkollës dhe gjithashtu dhe një program të rëndësishëm që ne kemi të Erasmus Plus ku shumë nga studentët tanë shkojnë për një semestër në shkollat spanjolle, europiane e mëtej. Pra i përpiqemi shumë për te vështirësive, se ka shumë vështirësi, por po them deri diku një anë pozitive të përpjekjeve tona, sepse fundit shkolla jonë nuk është vetëm një institucion pedagogjik, po Universiteti i Arteve është një qendër arti më e rëndësishme domethënë në vend dhe më e rëndësishme ndoshta edhe në mbar shqiptarin kudo në botë, sepse faktikisht këtë vit ne po festojmë 60 vjetorin e universitetit, pra është një universitet me një traditë jashtëzakonshme ku pjesa dormuese e pedagogëve dhe dje dhe sot janë, si thua, emrat më të rëndësishëm të artit dhe të kulturës mbar shqiptare. Profesor, si mendoni ju, arti çfarë marrëdhënie ka me njeriu modern, njeriu e ndikuar dhe nga inteligjenca artificiale? Po, dua të them një herë që është një përpjekje provinciale tërësi që ta ndajnë artin nga shoqëria dhe nga jeta në tërësi. Arti është një pjesë e rëndësishme e jetës, arti emancipon shoqëritë dhe patjetër që ka gjen format e saj në aspektin edhe politik edhe social, pra nuk është arti diçka e veçuar që merret thjesht me të bukurën, plus që në postmodernizëm e bukura sot ka një karakter dhe koncept komplet tjetër nga ajo që është mësuar në tërësi syri i publikut. Domethënë edhe shëmtuara ka të bukurën e saj ose që duhet reflektuar, domethënë në këtë kontekst them që ne bëjmë një përpjekje shumë të madhe për të emancipuar shoqërinë, për artin bashkëkor në tërësi dhe për sfidat që ka arti, ashtu siç dhe në botë, domethënë. Kjo është pjesa e parë. Së dyti doja të them që po ndodh po njëjti proces si në fund të vitit 1800-s dhe fillimin e 1900-s, pra proceset teknologjike të asaj kohe kur u shpik edhe aparati fotografik apo industrializimi i cili mori një formë masive, krijoi, si thua, një sfidë për artin e kohës. Po ashtu sot në fakt është një sfidë jo vetëm për artin, domethënë avancimi i teknologjisë, po edhe për gjithë shoqërinë. Do mendoj që pavarësisht të dy anëve, pra anës pozitive dhe anës negative, varet ku shtyhet shoqëria. Nëse shoqëria shqiptare dhe shoqëria mbarbotrore shtyhet për ta pasur një lloj mjeti, pra një lloj tools që t'i shërbejë në një kërkim të ri, në një dritare të re, domethënë ku njerëzimi duhet të shikojë, atëherë kjo është shumë pozitive, po padyshim që ka edhe element të fortë të spekullimit që po ndodh me AI-n në tërësi dhe unë shtyhem tek pjesa pozitive, por si çdo subjekt i ri apo si çdo alternativë e re që në fakt është një faqe, një kapitull komplet i ri për shoqëritë në tërësi, shpresoj që të jetë një mjet i cili të shfrytëzohet për një lloj inteligjence pozitive dhe që neve të na çojë, si thua, në një hapësirë të re, domethënë komunikimi, dialogimi dhe padyshim edhe qasje. Profesor, mendoni ju që duhet të ndjekur modeli që i jepni, duke qenë i pranishëm në të gjitha llojet e mediave, online, offline, workshope? Çiko, unë e aktivizoj veten në mënyrë modeste dhe shumë organike, domethënë mendoj që një artist edhe një
një intelektual duhet të shërbejë të mirës publike në të gjitha format e saj. Dhe në fakt ky është thelbi i qëndrimit tim. Domethënë ne duhet të shërbejmë të mirës publike me të gjitha mundësitë që kemi, domethënë edhe nëpërmjet artit konkret, nëpërmjet mësuesisë të artit kulturës, po edhe nëpërmjet aktivizimit, domethënë social, shoqëror, mediatik, po edhe sa mundemi kurse edhe politik, sepse padyshim që shoqëria ka nevojë për zëra, për reflektime, për dialog dhe në aspektin personal bëjmë e rrithem modestisht sa mundem, por më del në formë shumë të natyrshme dhe uroj dhe shpresoj që të zë vend, si thua, një fjalë e mirë, një vepër e mirë, apo fundit edhe një mund themi një performancë domethënë qytetare tek publiku që të shërbej për diçka dhe për nesër dhe sidomos për gjeneratat e reja që ne çdo ditë domethënë kemi në auditoret tona. Profesori, në fund bisedës kemi një mesazh për publikun artdashës dhe atë që urojmë të futet tek artdashësit. Po, shpesh e them këtë dhe nuk e ripërsëris më kot faktin që arti është politik dhe politika është art. Domethënë duhet të ndërgjegjësohet shoqëria shqiptare që fjala politik nuk është thjesht ajo korniza e politikës që ne njohim, po është më forma të jetuarit, forma të sjellurit, forma të bashkëpunuarit dhe sa më pozitiv të jemi si shoqëri, patjetër që arti dhe politika kur përputhen bashkë sjellin një energji pozitive dhe një energji shpresdhënëse. Profesor, ju falenderoj për bisedën, ju uroj sukses në ekspozitën e fundit dhe në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit edhe ju dhe mbi gjitha ju komplimentoj edhe për angazhimin e juaj se fundit janë angazhime të jashtëzakonshme që media të jetë sa më afër qytetarit edhe sa më afër çdo lloj, si thua, diskutime dhe platforme qytetare.